Hep banal që të në kamerë. Të dashur qytetarë të Kaçanikut, të nderuar mysafirë dhe struktura të Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar kandidat, nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministër i ardhshëm i Kosovës, zoti Bedri Hamza. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit që na jeni bashkuar në këtë rrugtim drejt fitores në mbështetje të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrit të ardhshëm të Republikës së Kosovës, zoti Bedri Hamza. Ju jeni forca e PDK-s. Ju jeni energjia që e shtyp përpara këtë vizion. Ju jeni arsyeja pse PDK do të dalë faqe bardhë në këto zgjedhje. Siç e dini, Kaçaniku në listën zgjedhore të PDK-s përfaqësohet nga 2 kandidatë për deputet, përfaqësues të denjë të interesave të qytetarëve. I ftoj të ndihen në këmbë pas leximit të emrave. Me numër 24, ish kryetari i komunës, zoti Besim Ilazi. Dhe me numër 56, deputetja e legislaturës së fundit, kosovare Murtele. Ju ftojmë të mbështesni me votë dhe të bëheni ambasador të fushatës së tyre me familjet tuaja, miqët dhe me të afërmit. Tani pa humbur kohë, kam kënaqësinë të ftoj para jush për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Kaçanikut, zotin Sabedin Bishi. I nderuar kryetari Ferizajit, nën kryetari i Partisë Demokratike, zoti Agim. Të nderuar kandidat për deputet nga djega e Kaçanikut, e deputete të listës fituese të Partisë Demokratike të Kosovës. Shumë të respektuar të gjithë të praneshëm e në veçanti bashkëdhetar.